Janë disa pika më rëndësi sa i përket vdekjes së Abu Talibit. Prej mësimeve është madhështia e fjalës la ilaha illallah. Sa e madhe është kjo fjalë. Subhanallahu, dikush do të fjalë goje. Me po çike fjalë bën dallimin xhenet xhenem. Pa la ilaha illallah, wallahi s'ka xhenet kur. Me la ilaha illallah hin xhenet. A hin me njëherë, a hin pa u dënu, a hin pa u marrë llogari, a njëherë dënuhet tani hin po kryesura me la ilaha illallah hin xhenet. Pa la ilaha illallah s'hin kur. Sa e madhe është kjo fjalë. Pra ta pejgamberi alayhis salam i thaj thuje veç një fjalë. Çet fjalë unë tani di çka foli. Di çka i tham Allahut. Domthon kam fakte për ty e pastaj më të mbrojt para Allahut të lartësuar. Gjithashtu prej mësimeve është se Abu Talibi vdiq pa besimtar. Sa dush që na vjen mirë se e ka mbrojt pejgamberin alayhis salam, e ka dosh pejgamberi kështu, po ai vëllai se ka dosh të mirën vetet. Edhe vdiq pa besimtar. Gjithashtu është se mushrikët Abu Talibi u po sherrin mushrikëve, shokëve të këqij. Të mos shoqënisë të keqe, kujshive të këqij. Sa ata në momentin e vdekjes erdhën te ky do të thonë çu shpelen fejnë e babës tanë dhe babgjyshit tanë. E çu shpelen, mos të kish pas këto çortime, mirë po themi që kritikat janë shkaku kryesor që ai se ka thonë shahadetin. Pra sa sherr i shenjeri shoqënisë të keqe, edhe në momentin më kritik takmir. Edhe në momentin më kritik, momentin vendimtar takmir. S'lon me thonë shahadetin.